الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد تجد falënderimet, mirënjohjet janë vetëm për Zotin ton, Allahun xhelle xhelaluhu. Përshëndetjet, salavatet, mirësitë e Zotit, të gjitha të grumbulluara mbi më të mirën e njerëzimit, Muhammedin të birin Abdullahut alayhi salatu wassalam. Pastaj mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndarshme, mbi gratë e tij të paqta dhe të gjithë muslimanët e cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij me të mirë deri në ditën e Kiametit. Të nderuar xhamatli, të nderuar të pranishëm, me lejen e Zotit xhelle xhelaluhu do të vazhdojmë në ligjëratat tona në ciklin dhe vargun e këtyre ligjëratave në të cilat po orvatemi ta përshkruajmë historinë e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, jetëshkrimin dhe biografinë e njeriut më të mirë të cilin e ka zgjedhur Zoti jon xhelle fi ula. Përmendëm në disa prej ligjëratave se qëllimi jon në këtë varg nuk është detalizimi apo përshkrimi i hollësishëm i historisë së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, nga se kjo do mundësi dhe hapësira dhe kohë më të gjatë, por se një rrëfim i përgjithshëm duke u mundue që të nxjerrët porosia dhe mësimi i disa prej ngjarjeve të rëndësishme të cilat kanë ndodhur në jetën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Përmendëm në ligjëratën e fundit se Muhamedi alayhi salatu wassalam u nderu nga ana e Zotit pasi që u bojkotue dhe u dëbue dhe u keq trajtue nga ana e popullit të tij, një pjesë dërmuese e popullit të vet, dhe në krye me Kurejsh, me familjen nga e cila vinte pejgamberi alayhi salatu wassalam, por se Zoti jon xhelle xhelaluhu pas këtij bojkoti, pas vdekjes së Axhës dhe pas vdekjes së bashkëshortës vet Hatixhës, Allahu xhelle xhelaluhu e nderoi me ngritjen e qiell. Sot do të mundohemi që të japim fund periudhës së Mekës dhe të ndalemi në prag të emigrimit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe zhvendosjes së tij në Medinë. Dhe në këtë grumbull të ngjarjeve ka ngjarje të shumta me rëndësi, me peshë të madhe, por se do t'i përmendemi disa prej tyre në mënyrë të veçantë, disa prej tyre në mënyrë të përgjithshme që kronologjia e ngjarjeve të jetë e qartë tek neve. Në mëngjesin e natës në të cilën udhëtoi pejgamberi alayhi salatu wassalam, pra sabahu i parë pas udhëtimit në Isra dhe Mi'raj, erdhi Xhibrili te Muhamedi alayhi salatu wassalam dhe ja tregoi kohët e namazit. Nga se ishte bo farz 5 kohë namaz, po kur mi fal, si mi fal, ja tregon Xhibrili alayhi salatu wassalam. A dhe këtu edhe mësojmë dhe kemi porosin nga kjo hadith se njeriu asnjëherë nuk ka mundësi mi komentua ajetet e Zotit xhelle xhelaluhu pa një shpjegues. Madje edhe Muhamedi alayhi salatu wassalam ati u bë farz namazi, pa ai nuk e dinte kur janë këto kohra. Andaj ardhi Xhibrili dhe ja mësoi. Andaj ne duhet të mësohemi me këtë rregull dhe këtë disiplinë, se neve e zbatojmë atë çka e do Zoti dhe si e ka kërkuar Zoti dhe në çfarë mase ka kërkuar. Andaj njeriu nëse don mi shërbi dikujt, shërbimin s'ka mundësi mi ia bë si don ai, po si kërkon atij i cili po i shërbehet. Andaj nëse na dojna me i bë hizmet fejes, dojna mi praktiku ligjet e Zotit xhelle xhelaluhu, na duhet me punu ai çka do. A në nuk kena mundësi mi dhënë Allahut, merre që ta se unë po du qështu, merre që këtë shërbim se unë po du, jo, ai që ishdo. Andaj duhet të marrëmi këtë porosi,
të kalimthi nga kjo ngjarje se neve duhet të zbatojmë urdhat e Zotit që i kalip aj e jo që ishtë në teket neve. A dikush ka qenë kështu me trajtu Zotin. Unë i abona punën, unë i shërbeva. Jo, duhet t'i shërbesh dhe t'i zbatosh urdhat e Zotit qysh aj i kalip. Andaj neve çka thojna në fund pas kryerjes së ceremonive, Allahu kabul. Po kjo e rastishme është, ase thojnë Allahu koft i knaqur, Allahu koft radhi, pra i knaqur. Pse? Se na nuk e di me e ka pranu. Profundi jetë ati. Prapa ti jetë, ti mund është 60-70 vite me punu, një pun t'u ka pranu krejt. Pse? Se s'mund është me zorë me sti me pranue. Nga sa i Zotit e bareke o te ala. Andaj zbriti në mëngjes, në sabah, Gjibrili dhe i tregoj kohët e namazit. Namazi u bo farz në Isra dhe Mi'raj, 5 kohë namaz, këto kohëra që janë të njofshme të neve, por se u banën nga 2 reqat. Ka transmetu Imam Bukhariu nga Aisha radhiyallahu anha, thot se në Isra dhe Mi'raj u banën 5 kohë namaz nga 2 reqate. Në çdo namaz përveç akshamit 3. Pastaj kur ka emigru pejgamberi alayhi salatu vesselam në Medinë, i janë mbahe rrugës çish kanë bë farz, çish janë bën farz në fillim, e në Medinë janë bë ka 2 shtesë. Pra sabahi ka me 2 në rrugë, 2 në vend. Pastaj dreka në fillim ka qenë 2. Pastaj në Medinë është bë 4 dhe rrugës ka mbet 2. Andaj farzi u bën një herë nga 2. Edhe kjo ka një porosinë e vet. Tu ka shumë porosi, thash, por se disa do t'i kalojmë kalimthi e disa do të ndalemi më shumë. Për asaj pse 2 në fillim e pastaj 4? Dhe krejt kjo nën kupton se Zoti xhelle xhelalu me gradualitet dhe murësi i ka zbrit ligjet. Sigur do ta shohmi zbritja e ajeteve të cilat ndalojnë alkoolin. Ma vonë atje. Do ta shohmi sa vonë nuk ka ndalu alkooli. Pse? Nëse ka qenë vështirë me lanë ata alkoolin. Ka qenë vështirë me lanë disa punë ata. Kanë pi alkool edhe në Medinë. Edhe në Medinë kanë pi alkool, raki. Pse? Nga se Zoti jon xhelle xhelalu ka dëshiruar që të pastrohet. A dhe na në kur dojna dikan me udhëzue, me drejtue, me përmirësue, çka do të mi ba? A me ja lexu këtë libër. Këtë kimi bati që to. Po i thot, leje këtë mshele se kur gjasën baj për kësaj. Pse? Vështirë është. Andaj duhet gradualitet dhe duhet të jipët njerëzve atë sa kanë mundësi me bajt. Tha Aliju radhiyallahu an, hadithin që e kanë dhënë Imam Bukhariu, tha Aliju, djali i Axhës pejgamberit alayhi salatu wassalam, hadithu an-nasa qadra uqulihim. Folju njerëzve sa kanë mundësi me kap lexuesit e mendjes së tyre. S'ka mundësi mi fol njerëzve me çka ata nuk kuptojnë dhe nuk durojnë dhe nuk kanë mundësi. Kjo nuk nën kupton se pastaj të bartët kjo në atë kuptimin, fshehja e vërtetës e fshehja e asaj që e ka zbrit Zoti xhelle xhelalu. Jo, sahabët ishin edhe më të përgatitur se na. Sahabët ishin edhe më të aftë se na. Ata ishin arab, na jena jo arab. Ata kuptojshin Kur'anin drejt për drejt, na se kuptojnë drejt për drejt. Na duhet studime, 10 vite studion njeriu, pak me mor nga gjuha arabe, kurse ata ishin të lindur, por se Zoti xhelle xhelaluhu i njeh shpirtat, ai ka kriju. Alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allahu e ka frymzu shpirtin mu prish dhe mu ndreq. Ai e di kur ndreqet. Andaj shikon gradualitetin. Nga 2 recat, pastaj nga 4. Pse? Ka se duhet gradualisht mi mor njeriu ligjet e Zotit xhelle fi ula. Pastaj faleshin në këtë periudhë kur zbriti namazi, po edhe më herët kur u falte pejgamberi alayhi salatu wassalam si nafile nga 2 recate, kibla ka qenë nga Beitul Maqdis. Kibla ka qenë në drejtim të xhamis Aqsa. E pastaj ma vonë do të vjene edhe ndryshimi i kiblës, ku pejgamberi alayhi salatu wassalam dëshironte dhe kishte zjarr brenda që kjo kible të kthehet nga ana tjetër, të kthehet në Qabe, por se prap kishte mbet dëshirë e tij. Andaj tha Allahu xhallahu ala, na pedim çka po do ti. Na e dim çka do ti.
por se na i drejtojnë punë. Andaj na duhet mi alon Allahu te bareke ve teala. Ti do me bëu diçka, do mi sos shumë punë. Allahu e di, Allah pa e thonë e di se diçka po do me bëu. Por se rrethonat dhe mundësit nuk janë ato përputhje me dëshirat e tua. Andaj shiko pejgamberi alayhis salatu wassalam, u fal shumë vite ka Mesjidul Aqsa, Beitul Maqdis dhe shpirti. Andaj në histori ka ardhur se pejgamberi alayhis salatu wassalam dëshirën për mu fal Kaaba e ka praktiku si është fal për para Kaabës drejtim të Aqsas që të rroke Kaabën, që të rroke Kaabën. Dhe Allahu xhellahu na e dim çka do ti, por se Allahu është ai i cili i realizon qëllimet e njerëzve. Andaj kjo ishte ajo çka e përmendën dietarët në këtë çështje, e pastaj për namazin dhe flasmi në kohën e Medinës, se sa i kushtoi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam rëndësinë e namazit, e kur erdhi dhe zakati, e kur erdhi dhe agjërimi, të gjitha do të vinë në periudhën e Medinës. Në këtë periudhë Quraysh fillon me diskutu shumë për Isra dhe Mirajin. Shumë u bë diskutim i madh. Çka po thot Muhamedi sallallahu alajhi wasallam? Ka shku atje, ka ardhur këtu, ka po këta, ka po ata. Dhe fillon u bë diskutim i madh. E disa prej tyre thanë, shkojmë t'i thojna diçka para syve tonë të baje. Shkojmë t'i thojnë, masi ti pas ke po katë shumë, e po të regon katë shumë, ajde bana diçka para syve, ndro diçka para syve. Thot Enes ibn Malik, radhiyallahu an, banorët e Mekës e pyetën pejgamberin sallallahu alajhi wasallam që t'ja u shfaq një fakt, dëshmi, ajet të qartë para syve të tyre. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për ngushtimin të madh që ka kish, e luti Allahu xhelle xhelaluhu, nga sa ai shumë dëshironte ta pranojë Islamin. Shumë dëshironte ta pranojë Islamin. Këtë dëshirë na sot vetëm me lexojna. Me respekt për krejt ata që e dojnë Islamin edhe kanë qef njerëzit mi pa musliman e mi pa njerëzit mirë. Kësi dëshire, po foli dëshirë të realt me gjitha se vepët e muhabetet qajtoreve në idima të muhabetet. Realisht, me i morë se vepët mi ullzu njerëzit, kësi dëshira vetëm të lezume. E Zotin ndoshta e ban mu këthi kjo të njerëzit. E luti Zotin edhe Gjelle Gjelaluhu që t'ja u qanë hanën për gjisë. T'ja u qanë hanën për gjisë. Dhe Allahu Gjelluala e bani hanën. Krijes e madhe Zotin Gjelluala. Allahu gjithmonë kër e përmen djelën dhe hanën, shpesh her i bashkon. O min ajatihi, dhe prej ajeteve të Zotit është djeli dhe hana, krijesat Zotit moja. Do shta na nga rutina e përdiqme nuk i vorejna këto madhështit Zotit. Apo se përdiq, çdo mëngjes dhe çdo mramje i shofmi. Dhe njeriu kur mësohet me diçka përdit, çka fillon me i hub ajo efekti. Andaj Allahu shper Kur'an thot, fargji basar, ktheje ftyrën ka qielli, apo sikur njerëzit. Në shumë fusha kjo ndodh. Që më dikush thot, dielli argumenti i Zotit, hana argumenti i Zotit. Po ti pse e sheh për ditë doket se s'është ajet? Ajo është ajet i madh. Sikur njerëzit meditonin ata, qielli është ajet i madh. Mbi 460 herë ka përmend Allahu qiellin në Kur'an. Pse? Shiko qielli, çfarë madhështie ka. Se shiko farçësie kur e shikon ti, mediton ta, e shef hapësirën e madhe të Zotit Gjelle Gjelaluhu. Andaj hana është trupi madh, krijesë e madhe, mu da përgjys. Pa ai cili ka kriju e da përgjim, se edhe e ban copa, sikur që e pyetën pastaj pejgamberi e sëram për kodrat, tha Allahu Gjelluala, thuaj, yansifu rabbi nasfa, dvetin për kodrat shumë të mloja, sa do thoshin nëse bëhet kiamet, këto kodrat ku shkojnë? Ku far kodrat mloja? Tha thuju atinve, thuju, Allahu jam, Zoti jam, cop, i ban tim ta pluhur. Pse? Pa ato s'kan qeni ka kriju mi këthi për zdyti që janë kanë është edhe ma let. Andaj e luti Zotin e vetë Gjelalu që t'ja jep një ajet e qajti hanën Allahu te bareke ve teala. E s'ka thanë Kurajshët? Thanë wallahi inneke sahirun. E tash në kishtu bindjen se i e si irbas. Ata lipën ajet për Zotit, ta shofin a është për një me ajo, por se Allahu Gjelle Gjelalu e tregoj se unë ajetet, pastaj zbriti ajetet tjera, ku tha edhe na me zbrit qëfar do ajeti ata zbesojnë. Qëfar do ajeti me zbrit?
Çfarë do mrekullie me zbritet ta zbesojnë? Apo Allahu ka shumë ajete. A duhet neve vazhdimisht me ndaj dritë tokën? A duhet vazhdimisht me pas vërshime? A duhet vazhdimisht me pas të këqija dhe Allahu me manifestu kudretin e vet që na me thonë, çfarë Zoti është i madh kë? A duhet kështu na me trajtu Zotin? E veç kur ka tërmet më muj xhamia Zoti na rujt. Pra, sikur na pi thënë Allah, ti vesh na më shofsh neve se na zvina ndryshe. Jo, Allahu xhelle xhelaluhu e ka mëshirën e madhe. Andaj ai do me besu vullnetarisht, do me pa zemrën, apo beson ti çka është puna zemrës tonë. Andaj tha Allahu te bareke ve teala në surën Al-Qamar, iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir wa kadhabu wattaba'u ahwa'ahum wa kullu amrin mustaqir. Fa Allahu xhelle xhelaluhu është afruar kiameti dhe është qahana. Allahu Gjelluala përmenë se na kur filloj mi zbrit mrekullit syve, atar fillon edhe ardhja kiameti. A dhe kur njerëzit dojnë mi pa ajetet e Zotit, hap të zirë rëzik. A dhe kur lipën me zbrit me lache, Allahu tha, unë e izbres me lachet. Unë e izbres. Por me kusht. Nëse pas zbritjes me lacheve diskuton dikush për juve, e zbriti mini ardënimi. A doni qështu? Por shembull, e zbres me lache. Po pos prap thave, qka kjo? E tash s'ka afat mo. Pra Allah, pse nuk i zbret ajetet e mloja? Por milan njerëzve afat. Ha, studio ala, lip ala. Ha, mos po gjenë dyshka ti. A dhe i Zoti jonë Gjelloha tha, i këterabet i sea. Pra zbritja ajeteve është me ardhën e kiametit. Wa in yaraw ayatan, tha Allahu Gjelloha, ata edhe nëse e shofin një mrekulli, yu'ridu, e kthejnë shpinën, wa yaqulu sihrun mustamir, dhe thoi kjo sihr, magji është e vazhdume, wa kadhabu, dhe përgënjështruar. A ka maran se mi thanë Allahu ti të rrejt? A ka maran se mi thanë Zotit jo ti të rrejt? E kusha te kallzu drejt? Kusha te kallzu drejt? Mi thanë Zotit, andaj Allahu Gjelloha ka po sendin më të vështirë në Kur'an me rrejt për Zotin. Wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun, me fol për Allahun ata çka se dini. Ka thënë Ibn Qayyim el-Juzeyy, me fol për Allahun ata çka se di, amma e madhe se shirku. Se shirku e ka zanafillën te çe kjo. Me fol për Allahun. Po, çështu Allahu ka thënë. Po, e ka ndalu këta, e ka leju ata. Po, ban kjo, s'ban ajo. Kjo rrezik. A njeriu duhet më marr preventiva dhe më bën njëri mëçëm. Njeri s'ban me fol për dikant tjetër pa ditë. Por një njeri thjesht e ku më për Zotin e vetë Gjelle Gjelalu wattaba'u ahwa'ahum. Thotë Allahu jo për tjetër. Ha ndoshta ata janë studius të mëj apo shkencëtarë kanë thonë, jo, kjo s'është e vërtetë. Tha Allahu Gjelle, jo, kadhabu wattaba'u ahwa'ahum, sepse janë të ndjek epshët, pekat, çejfët e vet. S'do me besu. S'do ai ka problemin me epshin vet, wa kullu amrin mustaqir. Por që Zoti tha, gjdo sendi do t'i vjene afati vet. Gjdo sendi e ka e gjelin e vet. Andaj, Allahu nuk gutët. Ti ki me shku të aj. Ti ki me shku të ki... Aj i vinë me lepët e ti dhe të morën dhe të qoj dhe ketë kimi bo logarit. Edhe nëse njeri ju mundohet me ik. Andaj, kjo ishte ajeti i dytë pas Israz dhe Mi'rajit, të cilën e prezentoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, por se pa dobi. Pa dobi. Pastaj pejgamberi alayhi salatu wassalam filloi me e shtue prezentimin e vetvetes para kabileve dhe prizve të kabileve dhe fiseve të arabëve. Filloi pejgamberi alayhi salatu wassalam mi shfrytëzue sezonin e haxhit. Mushrik i dhujtar bajshin haxh në të vetën. Mbledhshin sezonin e haxhit dhe bajshin haxh. Dhe ju kishte met nga Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Dhe filloi pejgamberi sallallahu me prezantu veten edhe me dozë më të madhe para njerëzve, para kabileve. Dhe filloi me i thirr kabile për kabile. Shkonte në haxh, njerëzit u mbledhshin plot dhe shkonte sicili. Para mendo pejgamberi sallallahu po i shkon njerëzve. Sot çfarë thonë njerëzve? Ju si doni çka i keni islamin, hajde. Ki pejgamberi alayhis salam po shkonte ata. A mund njëri pas njëri, sikur do ta shohim tash si të vim te grupi i cili ishte grupi më i mirë fytyr tokës, nuk përsëritet si ai grup Ensarët. Apo
Çish i fthiri pejgamberi sallallahu, me çfarë butësie? Ela të gjlisun, apo ulni pak me fol me mua, t'ju kallzoj diçka. E kështu i dhej edhe plot kabileve tjera. Ela rajulun yansuruni wa yu'wini, thonte pejgamberi sallallahu, aska një njeri, një burr, me mnimu, me mstrehu, u belligu risalet e rabbi, ta qojnë vend porosinë e Zotit tem. Andaj, nuk është turp me shku njerëzve me ja u prezentua të mirën. Nuk është turp, jo turp nuk o, po kjo detyrë. Por se neve në ka kap aj uni, edhe ajo krenaria pa kontrolume dhe unë e mi u shku njerëzve. Apo? Po neve nëse dëshirojmë me dëshmu se kjo rrugë është ma e mira dhe nuk ka rrugë tjetër për e kësaj, duhet me çdo kusht. Babgjish, agjallar, familjar, me urci normal, me dije, mos mugut, me të mirë, por se mi arrit qëllimet e sigurta. Andaj pensam nuk u gutte, se a i mu pas gut, kish lu pej, pa i nuk shlon të pej, që shdo të shofëmi. Unë e po du me pranu, qështu që shumë ka zbrit. Asaj përket me më pranu, deformu me, ajo letë është. Po a i donë të qështu që shumë ka zbrit, kristale e pastër të pranojnë. Por kjo do mençuri të madhe. Andaj filloi pejgamberi alayhi salatu selam me prezentu vetën para kabileve, shumë kabile. Kush do që vinte e prezentonte vetën përpara tij dhe shikonte të parin me fol me ta. Thot Ibn Kathiri dhe historianët Ibn Hajar al-Asqalani, Ibn Ishaq i Paratina, Ibn Hishami, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e synonte të parin. E kjo është vepër e madhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe urtësi shumë larg pamse. Pse? Po ti me fol me të fundin nuk rrim punë. Po edhe bindet fundin, ai pari vjen thotë rreurt ose del piktor. Apo andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkonte te i pari. Po u drejtu ki tjerë drejtohen let. Andaj shikonte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të shfrytëzon sezonet e haxhit në mënyrë që ndoshta dikush do të del prej tyre që do ta pranon fenë e Zotit xhelle xhelaluhu. Dhe në këtë prezentim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Ebu Lehebi dhe Ebu Gjehli zëvendësoheshin njëri me tjetrin. Ku shkon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i fol atinve, ato vini thonë mos e ngo se o rrenc, o shgënjeshtar, o sihirbaz. Siklet i madh, shumë siklet i madh. Ky njeri i madh, i ndershëm, i pastër, pejgamberi i Zotit, mi u fol njerëzve me të mirë, me të butë, e me ta arti dikush me thonë mos e ngo se rrencën. Rrencë, sihirbaz, i smuta, i çmendur është. Vallahi siklet i madh shumë. Sot njerëz na një fjalë se dorojna. Njëri me thon ti dikush pak, ka dalë me ashta e ki gabim. Çka me gabim? Gabim e pastaj unë. Po ti zbahesh me njëri kur. Po pejgamberi sallallahu nuk fol të kështu. E durante pse qëllimin me mri. Atë kur duhesh me mri dikun, mos u ndal rrugës me pengesa. Dhe kështu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam shkonte dhe vinte derisa një ditë prej ditëve në vitin e 11 të thirrjes së tij, pra nga 14, viti 11 i shpalljes, një ditë prej ditëve i takon një fis nga Medinaja. Medinaja në të kaluarën të ndëruar xhamatli quhej Yathrib. Andaj Allahu xhela përmend në Kur'an në gjuhën e hipokritave se ata vazhdonin me e thirr Yathrib. Subhanallahu el-azim. Pejgamberi sa mendroi Medinë e bani Tayyibe, e mirë. Ha? Dhe ata vazhdonin mi thonë Yathrib. Yathrib çka do të thonë? Yathrib do të thonë e pa gjallnume, e pa përshtatshme për jetë. Do të thonë Yathrib do të thonë s'është këtu nuk jetohet. Kështu e kishte ende. Nga se Medinja kish epidemi, ish problem me jetu në Medinë. Andaj kur shkuan disa prej sahabëve të parë, që do të vinë të emigrimi, kur emigrum me kellit në Medinë, i kapi epidemia do prej tyre ndrun jetë. Nga pamundësia për ta duruar atë smundje. Dhe ardhe një fis i madh prej Medinës, i ashtu quajtur në atë kohë Yathrib, i quajtur Khazraj. Dhe ky fis gjithmonë njihet fisi Khazraj edhe Aus, apo Aus edhe Khazraj. Para se të kalojmë te takimi pejgamberit sallallahu alajhi wasallam me këta njerëz, nga se kjo është pjesa më e rëndësishme, nga se këtu fillon emigrimi, këtu besatimi, të cilin ka dhënë dietar, kjo është pjesa kyçe nga shumë pjesë kryesore të historisë së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ka transmetuar Imam Buhariu nga Aisha radhiyallahu anha se në këtë periudhë
dikon 4 apo 5 vite për para se me ndodh emigrimi pejgamberit alayhi salatu wassalam, ka ndodh një luftë mes Eusit edhe Khazrejit, të cilën e ka komentu Aisha radhiyallahu anha si përgatitja e Allahut për me shku pejgamberin Medinë. Kjo luftë quhet lufta e Buathit, Yawmu Buath. Ka qenë atje një vend i quajtur Buath, një kopsht i quajtur Buath. Kjo luftë si ka ndodhur, si ka ardhur deri te kjo luftë? Fillimisht për ta kuptuar këtë luftë duhet mu kthie pak në histori. Shpejt kthehemi që të vim te pika. Jehudët kishin ardhur në Medinë, po e pritnin pejgamberin. Po e pritnin pejgamberin, kishin ardhur në Medinë, ishin vendos. Andaj që do ta shohim në luftën e Handekut, Medinja është plot gur të mëdhoj, kodra të mëdhoja. Andaj tha pejgamberi do të emigrojmë në një vend ku është për plot gurit, kodra të mëdhoja, është muhassane, e fortifikuar, është ftyrë me shku atje. Përveç se një hapësirë ka përpara dhe disa pjesë të cilat ishin të mbuluara me hurme. E ata ishin të jehudëve. Ata kishin shku po e prisnin pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Në këtë periudhë kishin marrë shumë informata Eusi dhe Khazreji. Kishin marrë shumë informata dhe her pas here kishin konflikte. Gase Eusi dhe Khazreji ishin nga fisi zanafilla të Yemenit. Po për shkak se s'kishin pas mundësi me jetue për disa problematika dhe vërshime dhe pa mundësi vendore, kishin galu në Medinë dhe ishin popull shumë i mirë, por se kur vit dhe punta me i nëngjmu ata dikush s'lejonin. Ishin popull shumë i but, a dhe ta pejgamberi alayhis salam e rak kukulube, njerëz më të but se ata s'ka. Andaj ata e pranun pejgamberi alayhis salam. Her pas here kishin konflikt me jehudët, konflikt me ta. Dhe kur hopshin jehudët, i kërsnojshin Eusin dhe Khazrejin, i thojshin së shpejt i vjen një pejgamber e do t'ju do t'ju fitojmë, do t'ju ngadhnim me atë pejgamber. Ata kishin një për pejgamberin sallallahu. Dhe thoshin vakti ka ardhur, po shiko Zoti këtë ndryshe e vani. Andaj ti pse prit, do me thonë se ti bash. Ti pse dos, do me thonë se ti. Jehudët shiko, edhe janë zhvendos të prit, kanë bas informata. A ka ma ketë se sa ti ketë e din detalet, kush është ai, çfarë familje, cilësit, dhe në fund zvjen prej të ti. Cikleti madh, do kjo është provë e Zotit xhelle xhelalu. Andaj sa njeriu prit mu bë diçka, ka dëshirë me marr një vend, por Zoti cakton dikan tjetër. E këtu fillon lufta. Andaj tha Allahu xhelle xhelalu: "Wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladhina kafaru." Dhe ishin përpara se të vjen pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i kërcënonin Medinasit. Sa të vjen e pejgamberi? Kena me u fitue, kena me unë poshtë. Dhe ata i kishin dëgjuar. Por se her pas here kishin edhe konflikt ndër me veti. Ashtu, shiko, kur s'ka pejgamber, kur s'ka Kur'an, kur s'ka, andaj ndodhin luftat për kot te kot, për një vend, për një pllon tokës. Topa po njerëzit. Andaj do njerëzit ndër me veti u rrokshi. Fisi Eus edhe Khazrej, ndër me veti. Edhe pse ato zanafillat i kishin prej një familje, por se ku shpërndahet familja, pastaj ndodhin probleme. Pak i ki vlla me vlla që s'folina. Dhe një nani babi ka bo, apo? Por se s'foli, dhe thot kur s'foli? Vdes e shkoj, s'foli. Kështu ishin plot për tyre. E Allahu xhelle xhelaluhu, kokat e qatinve shkadhojshin, vdes e shkoj e zbahat përveç se që shtamone, e lejoj që do dhe një luft e të shkoj këtë që ajo pari. Andaj ka ndodhë lufta e Buathit. Qka është kjo luft? Këto ndërmezveti ka luftu. Eusi dhe Khazreji. Njëherë ka fitu Khazreji, e pastaj në fund luftën e ka fitu e Eusi. Në këtë luft janë vra krejt generalat e dyfiseve. Përveç një njeri, Abdullah ibn Ubej ibn Selul. Veç kësë s'ka ndru jetë, ky ka metë. Dhe ky tash e ka lujtë rolin të madhit edhe të prit. Por se prapë si ka metë këti ndorë, i ka metë dikuj tjetër. I ka metë një sahabiju, i cili është bo sahabij, ma vonë, Usaid ibn Hudejr edhe Saad ibn Muad. Këto e kam pas dorë, po ki ka shpesu me morë.
me këthyjat të pleqve. Dhe në këtë luft vdesin të gjithë. Dhe përgaditët, andaj ashe ata, kjo ke përgaditje Zotit që të vjene pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Këtë ngjarje ka disa dobi. Do t'i përmend më shkurt nëse neve e kemi edhe disa pika të tjera të kësaj ngjarje. Dietarët kanë thënë ngjarja Buafit, përleshja mes Ausit dhe Khazrejit tregon diçka. Dietarët çdo detaj e studiojnë. Pse ka ndodhur? Aisha po thot, Allahu e bani këtë luftë për me hapën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E tash ti mundesh me paramendu në Medinë 400 kilometra larg Mekës ndodh një përleshje mes dy fiseve. Ajo atje larg përgatitje për këtë këtu. Çka than dietarët? Asnjë veprim fytyr tokës nuk ndodh me rastësi. Edhe pse për neve këtë rastësi sot dikun andej kontinentit ku ta di kuna për botë ndodhin ngjarje apo shumë ngjarje. Jo rastësisht jemi tu e shiu këtë dinamikën e porcellës lajmeve fuqishme dhe kjo na dobson në aspektin e rënjes memorjes dhe lajmet këqija në vazhdimsi. Por se s'ka ndonjë ndodhi që ka ndodh e dikush thot po këtë ndodhi krejt. Po por ti suni porcell, po Zoti vetë i porcell, ai i cili ka kriju njerëzit i porcell. S'ka ndodhi që ndodh e që pas asaj nuk lidhet diçka. Asnjë ndodhi nuk ndodh dikun. Atje ka ndodh diçka, këtu ka më ardh diçka tjetër. Këtu ndodh diçka, lidhet anjej diçka. Andaj shiko, stresi më i madh i atyre të cilët mundohen mi majt frenat e pushtetit koha. Mos li livritet diçka atje. Thot, ani pse o larg, si livritet atje ndodh këtu probleme. Prejat e kontinentit mundohen me rujt sigurin këndej kontinentit. Pse? Ata e kanë kuptu. Andaj Allahu jelona mësojnë për këtë ngjarje. Po ku janë musliman me këto kuptime të mëdha? A be çka ndodh atje larg, çka na intereson neve? Çish na intereson neve? Çdo send është e lidhur njëra me tjetrën. S'ka te Zoti diçka çka ndodh rastësi. A pe baj çeta se, a pe lejo çeta se. Jo, s'ka. Lufta në Mekë, Ausi dhe Khazreji. Kujt i shkon ndërmend, kur ti ka shkon ndërmend se aty po çronjosët ajo klasa e më idiote, më inatçore, e cila sikur të ishin gjallë, s'do ta pranonin pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, e kujt i ka shkuar mendja se kjo është përgatitje. Andaj na çka duhet mësojmë kësaj? Kur ti lexojmë ngjarjet, çka ndodhi? Asa njerëzit ka 4-5 orë do gjoj lajme dhe kur gjas morim vesh. Çka janë të thamë këto? Çfarë po dojmë me bë këto? Andaj duhet musliman me pas njerëz të mençur, njerëz inteligjent, njerëz të cilët çka thoni Imam Dhahabi, vlojnë për inteligjencë, çka po ndodh? Çka ato shku situata? Atje Aisha tha, këta, shiko Aisha, gruje. Ajo tha për këtë. E nëse nuk mujna me lidh ngjarjet, çka do të më bë? Me vetë, me lexu, me mësue, me vetë njerëz të mençur, çka po ndodh? Ç'kjo çish komentohet? Ç'kjo ç'kjo ku mundet mu lidh? Vallahi çdo send ka lidhje. Në familje, njëri me bani vepër, krejt familja ka mundësi me lidhaj peni asaj ngjarje. E me ngatru krejt, apo pse? Ti nuk mund të thosh, "Po ai e ka bë, s'ka ai ka bë." Ti je familjar, mundesh me marr përgjegjësi. Djali jot me bë, mundet me qit problem babgjishit, axhallarëve, krejtve. Pse? Sepse ngjarjet janë të ndërlidhura njëra me tjetrën. Andaj e para është kjo. E dyta, që kanë përmend dietarët, është se Allahu na mësoi nëpër me kësaj ngjarje se veprat e mira, ndryshimi global, ndryshimi lokal më i lehtë, po ndryshimi global nuk është çish mendojnë njerëzit. Ki pa disa njerëz, nëse diskuton pak me ta, apo edhe ti fol për shembull për dertën e Islamit dhe muslimanëve, edhe ai ti bën do kalkulime të shkurta tak, edhe këta, edhe u krij apo? U skrihet ashtu. Po nuk krijet, ja Muhamedi se më ka ditë, ja kon me shpallje, me Kur'ane, me njerëzit për rreth, si Ebu Bekri, Abdurrahmani ibn Aufi, e plot njerëzit meqëm, Zubejri ibn Awami, Bilali, njerëzit meqëm. Edhe ai ka mujtë i bëhë këtë matimit, tak, që të i baj qështu, apo? Po i bante, 13 vjetë, që të boje? Që të boje? E prit të epizotit me ardhë ndihma. Pse? Andaj ndër njerë, dush me kuptu se ndryshimet e mloja nuk shkojnë me qefe. Nuk shkojnë me qefe. Duhet me bo ngjarje të mloja Zoti, duhet me bo ngjarje të mloja
me bon ndryshime dhe me ardhë pastaj ndryshimi i madh. Andaj pa kalu, pa u çrënjos disa njerëz, nuk vjen ndryshimi i madh. Pa pas shku që ata të mëdhej. Shiko, para mendo, si dush me kuptu këta, veç njani pytynve ka met. Sa problemet ja kanë zirë pejgamberi s.a.s. Ibni Seluli. Veç një ka met për qasaj. Parije, sa problemet ja kanë zirë. Mi pas met edhe një tjetër. Mi pas met krejt ajo parija. Problemi shkon për pejgamberin s.a.s. Se ato zngojnë, zdëgjojnë. Andaj Allahu gjelo i zhdukja ata. Andaj na kur dojmë me ndru mentalitet, kur dojmë me ndru mendësi njerëzve, mi thonë që kjo zban, kitë regull zban, po mos mendo se që është letë është, 70 vjetë, 100 vjetë, është më pinë, jam pinë damartë, i pa disa njerëz thonë, mirë ndoshta fakti që shtu po thot ama, shpirti, që që dha Ebu Talibi, që që dha Ebu Talibi pejgamberi s.a.s. Wallahi, s'ka djalë më të mirë se ti. Wallahi, të kisha pas, Allah imër, jo që po mjetohet, po veç një moj tije. I thonë të gjemë vetë, ketë keni me vdekë, jo Muhamedi s.a.s. Ama më fonë kur i erte puna fejes, qka tha? Qëfar fjallë të moja? Kur erte puna fejes, tha, s'po më ngonë shpirti. Damari, u kam pi, u kam mush, damari, gjaku, është kalu kohë madhe, andaj na nuk duhet mungut. A dikush do për 10 ditë, po, le ma mu, thotun, për 10 ditë ndroj. Qka ndron? E ndron vetën, shkon, del piloje. Andaj nuk duhet mungut. Duhet me pas me qurit largë ta. Duhet me punu me kujdes. Nga se nuk mund është me bo ndryshi. Nësa ati e ndash 23 vjetë. 23 vjetë. Par me ndryshu globin. Jo globin. Qatë pjesën ku ka jetu ka dishtë në Arabik. Ati 23, neve sa na duhen. Sa na duhen. Që 50 herë gavojna njarja qëllojna. Apo? Sa na duhen. Andaj nuk duhet mungut. Në këta ka dhe shumë prej mësime, por se do t'i kalojmë në ngjarjet tjera. Pastaj, pra, kjo ngjarje shumë e rëndësishme që të kuptohet pastaj rrethshmëria e ngjarjeve tjera. Në vitin e 19 të pejgamberisë së pejgamberit sallallahu, andaj vitet e Mekës quhen vitet nga fillimi i pejgamberisë. Pastaj thuhet 1, 2, 3 të Hijrit. Apo pastaj fillon vetëm mu numrue pa e treguese pe pejgamberisë. Pra deri në emigrim kështu numrohet nga viti i shpalljes. Dorsa pas emigrimit thuhet viti i parë, viti i dytë, viti i tretë e kështu me radhë. Andaj në vitin e 19 nga ardha e pejgamberisë u takuan në haxh me fisin Khazraj pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe prej tyre ishin 6 njerëz të cilët ishte taku pejgamberi alayhi salatu wasalam. Pe tyre ishte njëri i cili filloi me zhvillue debatet dhe bisedat mes pejgamberit sallallahu dhe popullit vet dhe intervenonte që të bëhet pranimi i Islamit. Es'ad ibn Zurara, Auf ibn al-Harith i dyti, i treti Rafi' ibn Malik, i katërti Qutbah ibn Amir, i pesti Uqbah ibn Amir, i gjashti Jabir ibn Abdillah. Këto emra janë 6 emra. Çdo ta ngarkojmë pastaj me emra, nga se emrat na zhvendosin vëmendjen nga rëndësia e ngjarjes, por se këto 6 njerëz e fillun nismë shkëndia. Ajo ishte shkëndia e parë nga kërrejt mirësia që ka ardhur pastaj. I tha pejgamberi sallallahu, a ka mundësi me bisedu me juve? Thanë po. Dhe ullëm me pejgamberin sallallahu alaihi sallam dhe pejgamberi sallam ju prezentoj Islamin. Dhe këtu shiko pejgamberi sallam që ju thot, ka ardhët në hadith, ela të zhlisun, a ka mundësi mu ull? A ka mundësi mu ull? Pejgamberi zotit i thot atër, a ka mundësi mu ull? Andaj të ndëruar gjëmërli, kjo fe e madhe do edhe edukat madhe, edhe durim të madhe, edhe shkelje të madhe të vetë vetës. Andaj ai ka pas mundësi nalën pak që të ka dhënë diçka ta çoj çat mesazh në vet. Jo, ala të zhvison apo ulni. Andaj nëse ti don me komuniku mesazh të Zotit, ki parasysh edukatën, ki parasysh respektin ndaj njerëzve, ki parasysh pozitat e njerëzve, që do ta shohim pastaj Mus'ab ibn Umairin, atë thirrsin më të madh të ensarve se si e bani thirrjen. Andaj tha ala të zhvison,
Këtu ka shumësime të ndëruar xhamali, po s'po ka mundësi për shkak të kohës me i përmend të gjitha. Po ajo çka duhet na me pas parasysh, edukata pejgamberit se në thirrje. Jo njerëzve thonë unë ja thash, ai s'pongon. Ja kum thonë unë. Ki bota sa njerëz thotë unë ja kum thonë, ja kum kallzuar. Nuk është qëllimi me ja kallzuar. Qëllimi ja me ndruaj. Derisa ai frima për pjetët e poshtë, ka mundësi me ndruaj. Sa'd ibn Muadhi, që që ta shofëmi një prej krijetarëve të Medinës, kur e pa atë thirrsin delegatin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, e mur shtizën me shku më luftu. Tha kush o ki, çka ka ardhur në Medinë? Çka ka ardhur api Mekë për na prish në rendin? Por se kur unal me Mus'ab ibn Umairin, ajo kurora e edukatës e qetësoi njëri. E qetësoi ta ka dalë, s'ka ka çështu. Apo se njerëzit nxefin njerëzit. Por pejgamberi sa me kish parasysh se Kurajsh bëjnë propagandë. Kishte propaganda, gazeta punon të atë kohë. Gazeta çdo ditë shtypi, musliman kështu, pejgamberi kështu. Apo dietar kështu, o xhallar kështu. Këtë kjo propagandë, ki parasysh ti kur të bësh thirrje, se ja kanë pi dikush trunin, ti duhesh ka dal një herë me atë mpimën, më ja hek mpimën, i thon ka dal këtë kjo dikush e ka bëu ti me mridër të çkjo pikë. Por se dush me pas parasysh me spithan, po mirë, mase kanë ndiku pi gazetës, çko me to. Jo, andaj pejgamberi sa me qetësi, me urtësi, thotë dalet folna. Dhe e pranu këta 6 njerëz Islamin te pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pastaj u kthin te populli i tyre dhe filluan gradualisht me bë thirrjen në fenë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Por se normal, me rezerva, me preventiva, paria s'janë musliman, dhe gradualisht filluam me bëhe një thirrje. Nga se nuk është si shmendojnë ana, po qysh duhet me bë punën. A dhe da pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahu e don që dikush ku ta bëjnë pi juve një punë, felyutqinhu, le ta bëjë qysh duhet. Po disa njerëz thotë çe bare e bona. S'ki bë kur gjë. Bana qysh duhet, ja, mos e marr hiç, leje krejt. Leje krejt, thon smuj me bana, ta bëjë dikush tjetër. S'është puna vetëm me bë, duhet me bë. Andaj sahabët thoshin, vallahi 2 recate me respekt, 2 recate me frikë prej Zotit, janë më dashura se shumë prej recateve të cilat janë numra. Abdullah ibn Abbas i thonte, vallahi një ajet çka e marr vesh, e mashton bindjen, e marr vesh fuqinë e Zotit, janë më dashura për mua se sa shumë hatme. I bodin e thotë, 5 hatme, 10 hatme, lej hatme, sa ki morr vesh. Zemra jote sa është ndiku pikë kësaj. Sa ke investu gjallërin këtu. Apo dikush me thonë, çeku e ki burrën, po ta jap mi kejt. Oti, ka dal tapi, ka dal, qkoj ajo, ka një proces, ta marrë që ishtë duhet. Andaj, ka dal, fillun me bo thirrjen në popullin e tyre, me preventiva dhe rezerva, nga se s'kishin mundësi me bo ashtu si bëna i cili ka fuqi. Pastaj filloj muhabeti Muhamedit sallallahu alaihi wasallam u përhap. Ka dal Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe fillojnë në Medinë mu diskutu, a është çaj që na kanë thonë jehudët? E mos ja çaj që ka thonë jehudët, ky s'pas ka dal për tyre. Pas ka dal dikun tjetër. Dhe filloi Kurajsh. Pra ato kishin pak informacion dhe kjo ja ushtoi Kurajshit. A është ajo që kanë folën jehudët? Dhe filloi muhabeti për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam mu zhvillu në Yathrib në Medinë. Në vitin e 12 të shpalljes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në periudhën e haxhit vin 12 ensar Medinas të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Mekë. Takohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këto, por se takimin e ban edhe më tinza, edhe më fshet. Takohet në një kodër, por se quhet Aqabe. Kështu e keni dëgjuar, do shta besatimi Aqabes. Aqabe është vendi më i sikletshëm në kodër. Pra ku ka shumë gurzi e a problem me te i kalu aty. Kështu pejgamberi sa me zgjedhë kësi veni. Keni pa Axhileri ose kush ka shkuar në Mekë e dy ato kodrat e rrezikshme se si janë. Apo me një ashpërsi të madhe. Andaj pejgamberi nuk tha ulu këtu. Ulu se s'ju prej kurkush. Ulu këtu në qabe. Hajde dhe ti Abu Jahel. Hajde. Ja, si ka disa njerëz. Qabe kjo punë? Thuje vëre haptazi? Thuje me se s'bohet kur gjo? Jo, nakabe. Fshehtaz. Në vështirësi atje.
Andaj u quajt Akabe. Pse Akabe? Akabe i thënë për pengesës. Kur del para rrugën një pengesë, thënë Akabe, heke pengesën. Andaj shkoi pejgamberi në Kodër dhe i dhan besatimin këta 12 njerëz pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Çka i dhan besatimin? I dhan besatimin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për disa pika të caktuara. Preja çaj çka i dhan besatimin ishte dëgjimi. As-sam'u wat-ta'a. Dëgjuam dhe u bendëm. Kjo është themeli kryesor i fesë. Themeli kryesor i fesë. Pa dëgjim dhe pa bindje dhe pa respekt ndaj atij i cili duhet më u bind atina, s'ka mundësi feja Zoti xhelel xhelaluhu me mor për masa si duhet. Andaj e para çka ju tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tasma'u wa tuti'u. Dëgjoni dhe keni më respektuar, mu bind. Ta i thonë mu laku. Domthon, kur tham lakoju, lakoju. I thonë mu bind, mu laku e çështë tamune. Fil manshati wal makra. Pastaj ju tha, kur t'jeni me energji dhe kur t'jeni në vështirësi. Apo dikush thot, mirë, kur au Islami përpara, mira puna. Kur t'jet gëzimaj, kur ka pare, apo mira puna. Po me arrëtlu Allahu gjendjen, edhe atër du të mengue Zotin e vetë të bareke wa ta'ala. Wal usri wal yusri, kur t'keni vështirësia, probleme dhe kur t'keni lehtësime. Pastaj wa nusrati li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dhe me e përkra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çish i përkrani vetvetet e juve. Pra çish e runi veten, gratë e juve, familjet e juve, edhe mu keni me mbrojt. Pra çish e runi vladën edhe mua. Kështu kërkoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, porse kur jo tash, kur të vinë në Medinë. Edhe ky kusht u vendos në këtë besatim. Pra, krejt këto jo tash, ose ishte pa mundur tash me e bo këta. Ata që të ashofmi në besatimin e dytë, ata tha nja Rasulullah, kur ardh njani dhe i vorejti se po bëhet këtu diçka, dhe lajmëroi Kurajsh se janë besatue, ato i thanë, ja Rasulullah, kishin shku në Akaben afër Minas. Tha nja Rasulullah, si duhesh po vërsulemi. Tha jo, këta e banëm dhe shkojmë. Andaj ishte pikë kur të vim atje. Kur të vim atje, shiko sa korrekt pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Kur të vi atje, jo tash. Andaj na du të më mësu korrektësi. Çka do? Cila pikë është? Çka po do ti? Apo që do ta shohmi prej dobive të kësaj ngjarje. Pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e përfundon këtë marrëveshje dhe kur kthehen pas sezonit të haxhit, këta 12 njerëz në Medinë përmeshtuar edhe më shumë davetin pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e çon një njeri me ta. Është një sahabi i madh, Mus'ab ibn Umair radhiyallahu an. Ky ka qenë thirrsi i parë në Islam, delegati i parë i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sefir, ai i cili fliste në emër pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në Medinë. E çoi këtë njeri pejgamberit sallallahu alajhi wasallam dhe në duart e Mus'ab ibn Umairit e kanë pranuar 2 zotnit e ensarve fejen në duart e tij. Si ka ndodhur kjo, do ta tregojmë shkurtimisht, nga se ngjarja është shumë e gjatë dhe ka detale të shumta, por të do t'i ikim maksimal në ato që janë pika më të rëndësishme. Shkon me voda vet, ban thirrje dhe ju flet njerëzve. Dhe mbledhën njerëzit rreth Mus'ab ibn Umairit. Mus'ab ibn Umair ishte njëri i cili ishte i zgjedhur i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nuk tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush muin e shkojë se ju duhet të keni një njeri, jo. Ju duhet një njeri profesional, i dijshëm, i cili e dinte këtë Kur'an që ka zbrit. Këtë Kur'an që ka zbrit e ka ditë. Ai i Mekës që ka zbrit, nga se Kur'ani ndahet në 2 pjesë, ai i Mekës dhe ai i Medinës. Andaj thuhet Kur'ani Mekki edhe Kur'ani Medeni. Pra ai Mekë dhe Medinë, pastaj ka Kur'an rrugës. Ka Kur'an rrugës, ka dimnit, ka verës. Krejt këto janë të cilat i kanë zbrit pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Andaj ishte njëri i zgjedhur i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Dhe një ditë prej ditëve me Esad ibn Zurara qarkulloishin në përpopull. Ky pari për 6-ve dhe bëjshin davet. Një ditë prej ditëve, duke nejtë në duan atë kuvendin e Paris, Saad ibn Muad edhe Usaid ibn Hudejr. Ki Usaid ibn Hudejr
ishte djali i njanit i cili kishte vdek prej plezhve në luftën e Buathit. Dhe kishte vdek baba, i shkon arrogant, ndërsa djali më i butë. Andaj, shiko, Zoti Gjelle Gjelalu, e la djalin se është i përshtatshëm. Një ditë për ditë po qëndrojnë aty dhe fillu me debatu. Thanë, ky që ka orë për Mekës, atë e prish rendin pak. Ati u folë për një fej të re. Ase këtë nësë është e Jehudve, ase Jona, qka të folë? Dhe fillu me diskutu. Edhe duke diskutu, tha, e pse na nuk qomi me nalë këtë njëri? Ngrit me nalëmi, qka jetu boti? E duke diskutu, Saad ibn Muadhi me Usaid ibn Hudairin, Saad ibn Muadhi i thot Usaidit, këti kryetarit tjetër, thot shko ti se une Esad ibn Zurar, a i cili e përcjelte Musabin, tha e kam djalteze dhe mos të mgushtoje se e kam familjar, tha shko ti qërtoje. Dhe shkon Usaid ibn Hudair, kryetar, dhe shkon, ka orë në transmitim, abus, me ftyrë të mrollur, me shtiz, dhe shkon atë, thot, qajnë të bo këto? Thot, ti nuk je i mërsardhur vendin tonë. Ne ke deviju disa prej trive, dhe jetë e përhap një fej, në nuk e dina, qka është kjo fej? Asa jo hudve sështë, e jona së qka o kjo? Edhe kur e shef se është ashtë për puna, Esad ibn Zurara, kishë shru si Musabit, ishte Medinas, Musabit për Mekë kishë ardhë, i thot, ky është kryetar, kujdes me këta. Me këto shka banë më davet dhe rishtash, pak ma let. Kjo kryetar, me këta ma let, ma kujdes, preventiva ma dhmoja. Dhe filloj Musabi i tha, dëgjo, tha, a mjep veç disa minuta të flas me tyje, nëse të pëlqen, mirë, pranoje. Nëse të pëlqen, unë e qona për këto dhe këthejra. Kështu Musab ibn Umejri i tha, ansafte, tha drejtën e kithan. Këni pa, disa njerës, subhanallah, andaj shiko Zotë Gjellola farë njerës kështë përgadit për Muhammedin s.a.s. A disa njerës, o, s'du me t'ngu, s'du me t'ngu, o prejtë është t'kazoj qysh me ndojone, s'ki dhe vojsh ka me më kalzuse, qka t'kazoj shgabim me kije? Shka që shtu edhe gabim me pas, ngoje shka përdhët, se s'ka maran se me mohu Allahu. Allahu i ka thënë pejgamberit, ngoje, po a ka maran se me thanaj se besoj Allahu? S'ka, krejt tjerat janë ma poshtë, ngoje. Shikoj shka i tha, e mire kije, që shtu a drejt, si pëlqeje, mirë, si mos, që është për këtë dhe shkon, dhe filloj me lexu ajete. Filloj me lexu ajete. Dhe a i tha, s'ka diçka ma të mirë se që kjo. Qish me hitë e ju në fejnë? Tha, pastrosh, e thu shahadetin, dhe futesh në fejnë e Zoti Gjelle Gjelalu. Dhe kur këthet Usaid ibn Hudhair të Saad ibn Muadhi, a je prit tash, ka shkuj, ka shpërtëllu edhe ka sosat puna, po? Dhe kur e shemë, ka ndryshuar. Thot, qka bone? Thot, ndryshove pak. Zune. Thot, jo, dhe friksohet mi ka du shka u bo. Shiko qëfar kujdesin. Apo dikush të bona musliman ju këshin e punën tane tash. Jo, tha o Saad ibn Muadhi, djalit tezës Esad ibn Zuraras. Tha shiko, nduket e kish një problem ki djalit tezës tane. Po do me kërstu dikush, problem ka me dikan. A me kanë ka problem? Këtu e përdori vesh ta qoje dhe ratje. Sa e ditë se sigur me qutër të Musabi ke pranon, po qysh me quë? Tha mduket djalit tezës tane ka problem me dikan, a du dosh më sulmu, e janë mle po diskutojnë. Tha kushat e sulmuve djalin e tezës dhe unë ngrit me shtiz dhe shkoj të Musab ibn Umejri dhe edhe ma është përse aj edhe ja thot njëtë të fjallë Musabi, tha veç a ki mundësi me mngu si të pëlqeje mirë si mosën e qona për këto keni pa njëri kër i thot dikush veç ngom si dush dalune këta ja thënë krenarin ati tjetëri kë ja thënë, anë e thot djetar kë ja ka thni krenarin ati kër i thot i tamam që po dalë po disa njerë amaran, qysh me mi tha mëne po dal? Po dal se kryetarët për zedhe ndryshe. A dhe tha, si dush ngom, po ndryshe unë e dal. Tha, miri të thonë, fol. Ja të regoj ajetet e Zoti Gjelle Gjelalu dhe e pranoj Islami. Saad ibn Muadh, e kini ndëgju këtë ejmë, atërësish musliman. Ta që e pranoj Islamin të nduar dhe Musab ibn Umerit, tha për nga mberi së sellem kër ka ndru jetë kënjëri i madh, i htezë arshur Rahman.
është dridh arshi i Zotit, froni i Zotit kur ka ndru jetë Sa'd ibn Mu'adh, njëri i madh te Zoti Jelle Jalaluhu. Dhe e pranoi Islam. Kur u kthie atje, ju tha Sa'd ibn Mu'adh, kryetar, presidenti i Medinës. Tha, "Kejfe ana fikum?" Tha, "Çish jam unë te ju? Çish më llogaritni ju mua?" Shikoj çfarë bisede të larta. Wallahi nëse i lexon këto libra të reja të psikologjisë, të komunikimit të ndërsjellët me njerëzi, se si njerëzit me ndërtu komunikimit, wallahi këto i kanë kalu moti këto. Moti kanë kalu se si folet me krijetare, si folet me matulte, si folet me njerëz. Këto i kanë kalu moti, andaj këta na e prunin Islamin, e na zhaks po mujna me ngrete të këtë tjerë. Tha Saadi, "Çka jam unë për juve?" Krijetar. "A ju rrej unë juve?" "Kur s'ma ke rejt? Ti pari ije." "A marë me rejt i pari?" Ato që ka i kanë në kujdes. Tha, "A jam i meq me juve?" Tha, "Wallahi mos më paskon i meq, më s'kish mi bo kretar. Po i meq me jo nije." Atëherë tha, "Deri sa të bani ketë musliman." Qka? Deri sa të bani ketë musliman, as njani s'ka drejt me fol me mua. Thot transmetuesi, "Wallahi nuk e di a ka përëndu djeli, vetëm se ka vlu Islamin me dine." Ku të pranojnë të mëdhojt Islamin, nuk është njëtë se me pranojnë një i vogël. Ku të pranojnë një krye madhe, një inteligencë madhe, një njëri autoritetshëm, nuk ka njëtë. Sigur me pranu Islamin një njëri thjesht. Andaj na duhet të sinojmë njerëz autoritativ. Dhe deri sa përëndoj djeli, thot, nuk mbet Medinja vetëm se zhurmonte nga pranimi i Islamit dhe fesë Allahu te bareke wa taala. Këtu janë disa mësime të cilat do t'i përmendemi shpejt. Prej tyre të nderuar xhamatli është ndryshueshmëria e formës së thirrjes së fesë së Zotit xhelel xhelaluhu. Es'ad ibn Zurara, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Mekë, Mus'ab ibn Umair në Medinë, po këto po zhvillojnë dallet apo po bojnë thirrjen vetë Zotit. Po shiko këtu dallimet. Pejgamberi sa thot, "A ulni?" Pse? Se në Mekë ish mazor. Apo ulni veç pak. Shiko tonacioni shumë i ullë. Apo ulni veç pak. Kur shkoj Mus'ab ibn Umairi me një Medinas, shkoj pak me një guxim pak më të madh, po jo shumë, po me një guxim më të madh. A nuk është guxim me shku në vend huj, e më ullë ti me thirë në diçka, çka keti kundërshton ata? Guximi madh. Andaj Mus'abi nuk tha, "Ku jam të shkuune?" Ato problema? Jo, shkoj me një guxim pak më të madh. Por se dhe formën e davetit e bëshin ndryshe. Andaj Es'ad ibn Zurara, çka i tha? Tha, "Çto diku të vinë, çto janë kryesorë. Bane i godite qëto, e pranujnë Islamin qëto, ke tjerë të vinë mas." Andaj Mus'ab ibn Umairi ka shumë i kujdesshëm që kur të vinë këta, t'ju fole pak më ndryshe. Andaj të ndëruar xhamatli, ndrysho formën e të folurit varësisht prej kujt t'i fol. S'mund është mi fol të madhit që t'i fol fëmijës. Fëmijës i thu bane edhe u kri muhabeti, po të madhit nuk i thuhet qashtu, as kolegës nuk i thuhet qashtu. Duhet me zgjedh metodën e të folmës. Dhe mi pas parasysh rrethanat, mi pas parasysh, apo ai tha kjo kryetari s'ngon let. Kjo i pari këtyre. Andaj duhet me e përdor strategjinë e ndryshimit të thirrjes varësisht nga klasat e njerëzve. Prej dobisë së kësaj ngjarje është se të rinjt në Islam kanë nevojë për frymëzues dhe mësues. Argument kanë thënë dietarët Mus'ab ibn Umair. Kur e ardhen ja dhan besatimin 12 veta, nuk i tha sa më shkoni ju tash. Jo, tash keni marrë besatim, por se këtë besatim dhe ju që e keni pranuar Islamin, ju duhet një njeri i cili është më i ngritur se ju. Është e njeh Kur'anin, e njeh fejen e Zotit xhallahu ala më mirë se ju. Andaj tha merrni Mus'abin me veti. Ky ju mëson atje. Pse? Ato s'dishin. Sa i kishin pranuar fejen? Nuk kishin jetuar në Mekë me besam që i mirëshin mësimet në vazhdimsi. Andaj kjo çka na jep neve me kuptu porosinë e kësaj ngjarje. Kur dikush fillon më fal, fillon me ardh në xhami, fillon me kri disa ceremoni fetare, ndoshta si ka krimet e kaluara, fillon pak me ndryshu nga jeta e vet. Çka i duhet? I duhet
mësues. Pse? Me ja kanalizue fuqit në drejtime të duhura. Jo ai me punu vetë, e di une, po ti qysh e di me pas dit i shekom gjithmonë tamam, po s'ki dit, ti me pas dit qysh, vetë se erdhe në xhami u vone i dishëm? Jo, andaj nuk tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, jo, masi po mpranoni mu, që ata shka edhe me kalicën më kanë garantu, e ju tash jeni të partë, e ju jeni mësues, jo, ju ani pse ma keni dhënë besën, nuk dini. Andaj kuptoje, pse jeti më i fuqishëm, pse jeti më muskulator. Kush ish më muskulator? A me kelit, a ensar? Po kush e ndihmoi? Kush tha, çish i rujna gratë, edhe fëmijët tonë, edhe ty të rujna? Ensar. Andaj ensar që kanë emrin, ensar, për krahës. Përëndoj, emri aludon të fuqia e tëre. Andaj du të shofëmi në besatimin e dytë, qka thanë? Wallahi ja Rasulullah, tha na jena ehlul harbi, kur i tha Abasi, edhe njani prej Medinazve i tha, kujdes qka po thuni, kjo bes kushton, qka thanë ata? Saad ibn Muadhi, kënjeri, o wallahi ja Rasulullah, na jena njerëzit luftës, na njerëzit, tamam, na jena njerëzit mirë, po, na edhe luftën e dina, na me luftën e rrit, me një vend shumë tashpër. Andaj nga kjo çka do të me kuptu, dije çfarë grade e kije, ku je në islam, dije a ke nis, ka dal, dije a ka nis mufti, s'mundët, ka procese, çdo proces çka e kalon, e deformon, e devion, priti mu pjek sendet në vendin e vetë. Andaj, nëse na e dim që buka bëhet për grunit, apo, e shtash me thonë dikush, po funit buka bëhet për grunit, hani grun. Shape qani këtë proces me bo brom, me prite, me ardhe, me pjeke, me dish për temperaturën ati, mos djegët, hani grunin edhe, jo, pëse me ongët grun, e hajnë buk. Andaj disa njerëz, kështu dojnë me nga thonë neve, funit, buka për grunit, hani grun. Jo i ndëruar, na dojna me hangë buk, të pjek, tamam, edhe jo me djeg. Andaj, tha, merë në Musabin, se s'dini jo, duhet me ju mësue. Andaj, neve duhet që të pjekmi proceset milan me hec. Ku je që ati? Ti mund është më konë shumë i sinqerët, shumë me dash fejen, je, për mashallah, këtë regull, po e supozojnë, për jashtë, Zoti e ti, çdo njanin në mbrenda, por se leje ata që e ka caktu Zoti që e din atë punë se si duhet. Prej dobive që i kam përmen djetarët në këtë tematik të davetit të Musabit, që ka tha? Burria dhe trimëria e krijetarëve të ensarëve. Sot, subhanallah il adhim, një njerit me folë me një post, mi thonë, ka dojë diqka, si dush nga, s'le as me ngu, nuk da as me dëgjue, ti për më mua, ba? Jo kene të rush për larën, ba? Kështu e dojnë me trajtu njerëzit. O shiko Saad ibn Muadhi, krijetar, por se njerëziloku ju kishte met. Pikejt aso njerëziloku, për Jemenit. Tha, hajt, fol të dëgjoj. Andaj, duhet ta kuptojmë nga kjo, që ta arrujmë një njerëzilok. Nëse dikush do me fol, me kallzu diçka, lejtë të kallzoje, qa po do me kallzue? Do shta një pjesë të vërtetë se ka haj, na ketë si dina, sa kemi pa dituri, a ma shumë dituri kemi a pa dituri? Ma shumë pa dituri. Ajo që ka ti se ke ledzu, sigur të është ma shumë se ajo që ka e ke ledzu, apo? Nëse po supozojmë se ledzon vazhdimisht. Po se nëse se ledzon hiq, vaj halli për neve. Andaj, shikohat e thanë, fol, ndoshta, dhe ajo ishte qelsi i fitores së ensarve. Pastaj, fisnikria dhe edukata e Musab ibn Umairit. E kishte qupe nga mberi sa njëri të zgjedhur. E kishte su njëri të zgjedhur. Qka i tha? A mgon nëse së pëlqenën e qona për këto. Kjo edukate madhe të ndëruar që më të li. Mi thonë ti dikujna, nëse shpit huj. Në shpit huj, në vend huj. I pasigurum. Por vetë se e kishte Esad ibn Zurarët, por a i nuk ishte fuqi. E kishte gjelteze kretarit. Por prapë se prapë, kur të vjene interesi kretarit, a i se nje pas gjem të tesës, as gjem të agjës. Por le këtë bin uj, unë jam pytje, s'ka se njëf kërkan, i burgos me familjar me këtë shka ka. Andaj,
Musab ibn Umejri nuk tha jo po shkoj, ose jo ngon, e tha nëse ngon mirë, nëse jo unë e qona për këto. Andaj shikoj edukata e tërheqi Sa'd ibn Muadhin e Usaid ibn Hudairin. Andaj shikoj të ndëruar xhamali, Kur'ani është i madh, Suneti është i madh, shumë i madh, dritë e madhe. Ndoshta na dëniherë, ja nal në këtë dritë. Pse njerëz thonë këtë rregullve. Kjo edukat, ku qombe? Ose thonë njerëzit, krejt në rregullve. Po pse be ki nuk e ka marrë këtë edukat? Pse s'është frymzuar nga kjo edukat? Andaj po folmi për thirrse, por ai i cili thotë, kjo tamam, kjo tamam, çështu duhet, çështu s'duhet. Ki ai çka thotë çështu duhet, çështu s'duhet, ki duhet më kanë i veçantë. Ku tam i veçantë me krejta veçorit, çka i përmban fjala i veçantë. Nuk duhet me ilanë mundësi atij të cilit ja prezanton fermë me thonë, që tu ka bëmë këtu. Që kjo s'takon ti apo me po. Shikoj Musab ibn Umejri, andaj duhet mu eduku nëse dojna mi thirr njerëzit. Nga se Allahu xhallahu alaihi tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la ala khuluq adhim, ta ti ke edukat të madhe. Pse sta ti je pejgamber i madh? Pse? Nëse mbi këta qëndron, mbi këta e ndërton, mbi këta të ka zgjedh Zoti jot te bareke wa taala. Dhe ajo çka përmendën dietarët është edhe çështja e fuqisë e Kur'anit. Fuqisë e Kur'anit. Këta çish duhet ta kuptojmë. Shikoj neve dënjëherë kur dojmë i thonë dikujt kjo gabim, ajo gabim, apo ti thua ajo gabim, ai thot po soç ashtu. Derisa fillon kështu mu përplas ti edhe ai ose ata dhe këta, këtu s'ka dobi. Po Musabi e prejti për në fillim. Tha unë për të lexoj ajetet e Zotit xhelle xhelalu. Shikoti me ajetet e Zotit miro. Andaj na sa në debatet tona i thonë Allahu ka thonë çështu, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë çështu, se për këtë mendimit tëm edhe ai ka mendim. Kush për njerëzve sot ka mendim? Fëmia sot ka mendim? To edukta se dua ata. Por se na duhet të pojmë thirrjen ata që ka bëu thirrje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ajo është thirrja me Kur'an. Andaj këto ishin disa dobi të cilat i përmendën dietar në këtë mesele. Pastaj pas këtij daveti në vitin e 13 të shpalljes së pejgamberit sallallahu alajhi wasallam në periudhën e haxhit, në sezonën e haxhit, erdhën 73 burra nga Medinja. 73 burra nga Medinja. Sa shpejt i kishte bërë këto burra Musab ibn Umejri. E meriti njët rolin e Musabit. Musab ibn Umejri. Merë këtë rol edhe thuj ta provoj. Ta provoja muj me bo dikan, leja të qka vetë drejtohen. Ti mu bo se vep. Ti provoj e njëherë. Edhe shiko ko defekti. Po na jemi mësu gjithë më mëndapë, ki ka fajë, o ki zëngon, o ki zbat kur ta mam që shduhe. Po pse njëherë nuk thave, pse njëherë nuk themi, ndashta se ja prezentova që shduhe. Ndashta edhe pak u dasht, pak ma mirë me ja kalzuar. Po gjithmonë, aj se pranoj, po ndoshta na nuk e kalzum që shduhe. Andaj të shikojmë pak nga ana, e jo nga bime dhe jo gjithmonë, pasaj të Zoti xhelle xhelalu ai që se pranon dhe refuzon, normal se ka më marrë llogaritë Allahu te bareke ve teala, dhe s'ka arsye. Fundi çdo njeri ka detyrë mu hulumtu, por na të shikojmë se ajo çka neve na takon, edhe njerëzit çka ju takon detyra e tyre. 73 në vitin tjetër, 13 nga shpallja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ardhën mu takue me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, dhe kjo ishte ndryshimi gjigant i historisë së Islamit, dhe prej këtu u kahzue historia e muslimanëve, ku u vendos besatimi i dytë, i quajtur Bej'atul Aqabatu Thaniya, besatimi në kodër të vështirë i dyti. Dhe këtu, nga këtu, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pas këtij besatimi, do ta përmendim këtë besatim me lejen e Zotit xhelle xhelaluhu në ligjëratën e ardhme, e do ta shohim se çka u besatuan në për dyti kur ardhën 73 burra dhe 2 gra nga ensarët, nga medinasit, dhe u pajtuan me një pajtim edhe më të fuqishëm, edhe më të sigurt, dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam filloi gradualisht mi përcjell
krejt shokët e tina, mi përcjell prej Mekës, gradualisht i dërgon të krejt në Medine, derisa u përhap lajmi të Kurejsht se Muhamedi s.a.s. po do me shlu Mekën, ata u shqetësuan edhe më shumë, deri te emigrimi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në Medine. Në lusmi Allahun te bareke ve teala, që Zoti jon xhel xelaluhu na mundson që të përfitojmë nga historia e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, na mundson Zoti jon xhel xelaluhu që të ndjekmi hapat e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, na mundson Zoti jon xhel xelaluhu model dhe rnak për prezantimin e denjë të fesë Zotit xhel xelaluhu, mos na bën pengesë që njerëzit të hinë në fenë Allahu te bareke ve teala, të udhëzohen me dritën e Kur'anit. Elusim Allahun te bareke ve teala që Allahu xhel xelaluhu të na jap kuptimin e duhur të fesë e Zotit, kuptimin e ndritshëm që kishin sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahun te bareke ve teala që Allahu xhel xelaluhu të regjistron ligjëratën në regjistrin e veprave të mira, ku kemi gabuar dhe kemi huq, ajo është për meje dhe për shejtanit. Elusim Allahun xhel xelaluhu që Allahu të na fal. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah.